me këqyrë hallahall që jam kanë, lull jam tash. Okej. Po në fakt kam komplikime shpinës, se kam ikun pas vrot edhe një dy unaza këto në qafë. Po vazhdimisht shkoj në për fizioterapie të chiropraktës dhe qështu që ti thënë eshtë në ta qysh. Po. Po edhe shkaj në gjimnastikë për në ujë. Kështu që hala kam ushtrime dhe... Si ndodhi kjo situata, Saranda? Një vajzë e ri që po e shoh tashmë këtë videon, edhe një vajzë shumë e buzëqeshur, po ashtu edhe në emisionin të po e rezaton këtë buzëqeshur. Si ndodhi kjo situata që ti të bish në këtë gjendje? Kjo situata është sikur tregon Konga, nga depresioni, stresi. Nga stresi ka ardhur paralizimi yt. Po. Okej. Sa e ke përjetu kështë? Të e pas parasysh që më duke ti një grua që ki qef mi përfundu punë të tua krejt vet. Edhe mi adoj punë të krejt vet. Sa ka qenë e randë për ty? Ka qenë shumë e randë, sidomos kur edhe në si kum pas fëmin, se unë kur paralizova janë konë të mutraja me madhja. Qaja, se vetëm mu më kanë fëmija. Nëse tash e kanë edhe familjen teme, gjithmonë, po du me thonë si prind vetëm mu më kanë. O kanë shtirë për mu, po për që ata qaja arsio kanë që kom luftu dhe më shumë, se jam dërzu në gjatë spitalit, po du me thonë. Se jam dërzu kur edhe kom ushtru më shumë se sa duhet, për më qu. Se mjek të më kam pason minimum një vjetë nuk ime mujtë më qunë kam. Okej. Po nuk e kom lanë. Jo, unë jam qumë kom, kështu taman jam qumë kom mas 3 muja. Okej. E do me thonë, tash mund të lëvizësh? Po. E lirë shumë? Tash të hece, po. I kam kështu në shkallë, sene, kam pak shtirë hala, po mirë është. Ajdin thamë apet që epizotit, ajdin që ma dha forësën për më qumë kam apet, se në fakt jam pastu që kërës që në kam. Okej. Amo... që thash edhe që e përshkrun edhe kanga që jone nuk dërzona kur. S'ka shonë që...